Përshëndetje për gjithë miqtë e Radio Kosovës. Jeni me mua Yll Kasimi në episodin e radhës të podcast. Në këtë episod e kemi një mysafire nga qyteti Ferizajit, e cila përpos angazhimeve ditore cilat i ka, si çdo njeri prej neve, çdo herë pa i lënë anash edhe qenjet pa zë, çdo ditë domethënë, e njëjta angazhohet në ushqimin, mirëmbajtjen, mirëqenjen e tyre, trajtimin, gjithashtu edhe mjekimin kur është nevoja, duke i dërguar në veterinar të ndryshëm, të cilët janë në dispozicionin tonë. Me ne në studio Vlora Selimi. Faleminderit Vlora për pranimin e ftesës. Sa është e vështirë në një rreth sikur joni me qenë njëri humanitar i cili e nda një kohë shumë bukur të mirë nga përditshmëria e tij ose saj për me i ushqy edhe me thjesht me punu në drejtim të mirëqenies të shpirtave pas të kafshëve. Para kujdesit me qenë ndaca, kam qenë pjesëtare disa shoqata humanitare që janë për njerëz. Është shumë e vështirë me punu në për shoqata, është shumë e vështirë më kanë humanitar edhe më kanë aktivist vullnetar. Kosovë paragjykohesh shumë sa i përket qasjes me qenë ndacak, sulmohesh, kërcnohesh e shumë gjona tjera, që na i kanë vështirësu në kohën e fundit shumë qasjen me qenë ndacak. Edhe që jemi detyru shumë herë edhe me lanë poja që ndërgjegje dhe dashuria ndaj tyne normal, si aktiviste nuk ka leju që me lanë une aktivitetin për me ndihmu qenë të ndacak ose kafshë tjera. Është shumë rreth paragjykues. Ndryshe prej vendeve tjera në botë. Shumë ndryshe prej vendeve tjera. Vlerësohet humanizmi edhe aktivizmi. Vendeve tjera vlerësohet ma shumë, në Evropë vlerësohet ma shumë, po në Kosovë nuk vlerësohet. Nuk e di për vendet tjera të Ballkanit, nuk po muj me fola, ama për Kosovë nuk vlerësohet. Ka qenë shumë interesante një historie. Unë isha smut, kisha probleme me shëndet diçka dhe tu dalë prej spitalit, disa njerëz e kanë hiperbolizu gjendjen gjendjen në parkun e spitalit. Edhe thash hajt veç ta sfidoj veten. Edhe pesha një qen, edhe u afrova e bleta do ushqem, edhe të ushqy një person, një zotni, po bën qëp. Thash po, pse qëp, thash unë e diri qëtash, thash me nëzi që gjitha një shqitore, thash me ble ushqim edhe me ushqy, jo tha po t'han, po thash, jo brës po m'han, thash vish pjapi ushqim, do me thonë e kanë një farë perceptimi shumë të gabushëm, që edhe ti kur jetë të bo mirë, ata mënohen me ta largu qëta. Pak edhe mediat e Kosovës cilat bojnë shumë reportajet pa vërteta, shumica prej tyne, edhe ja fusin njerëzve frigën deri në palcë. Se shumica e media, nuk po thëmë të gjitha, po disa, ne kanë vetëm për klikime. Si që ka qenë raste e anketës një gazetare, se cila ka dorë drejt për drejt, edhe gazetarja tjetër i ka thonë, kujdes se mrapa e ki qenë të ndacak. Edhe pse nuk ka pas qenë të ndacak fare aty, po vetëm që me vështirësu, do me thonë situatën e tyre, që me i marë komuna ma shpejt, kanë manipulu edhe manipulojnë shumë me këtë qashtje. Mirë, po në Ferizaj nuk ka strehimore, komuna e ka ndërtu një strehimore vetëm për 40 qenë ndacak, po ajo nuk është vetëm strehimore, nuk është. Boksat janë shumë të vogël, edhe unë si aktiviste me disa tjerë nuk i kemi leju me i fu qenë aty, se qenë të dojnë hapsiren edhe e ka çdo qenë teritorin e vetë, edhe nuk do t'i lejojmë tutje, si që po bojna për qytete tjera. Pastaj kanë fillu tash edhe me vrasje, si që kemi po një fotografi që ka rrjedhë në për rrjetet sociale me një vend, nuk po moj me dit tash sigur ta ka qenë Vushtria, po ka qenë Prishtinë. Prishtinë ka qenë. Por unë e kam thonë fillim se ka qenë Prishtinë. Po, te ma ka marrë mendja. Te ke qenë e para që e ke ditë. Edhe, me qenë se këtu nuk ka drejtësi se ne kemi shumë raste që na kanë sulmu, du me thonë njerëzit na kanë kërcnu e na kanë sulmu. Rasti ka qenë para spitalit Ferizajt, kur kemi qenë, du me thonë, aktiv aty, edhe na ka sulmu pacienti prej hemodializës, na ka gjujt me pllaka, në tokë, du me thonë, pllakat janë thynë në tokë, unë ka pas rokë këto, edhe që nushin tem, du me thonë, që e kom rrit,
e ka pas rrokë në kokë. Unë në ato momente kum dalë me bo një farë pauzet vogël, a i ka qenë pacienti e hemodializës, para me ndani tash. Unë në vend që me e thirë, kolegë policien, unë e odosh me thirë. E kom thirë policien, kur e kom thirë policin, ka nërë 2 polic. Pyetjen e parë që ma ka bo polici, ka qenë atë ka sulmu qenin apo ty, thash edhe mua dhe qenin në vend të punës, na ka sulmu, thash, ky personi thash që po vjen këto po merr thash trajtime për dializë. Apo kuptan. Edhe policia normal, na ka marrë deklaratën, ja ka marrë edhe ati, edhe kur nuk e di unë si vlora që jam, që një herë kam dalë para gjykatës për çështjen e torturës që më kanë bë për shkak qenë vendacak. Kërcënimeve dhe sulmeve. Sa janë bashkëpunues policia ose organet kompetente? Organet kompetente e marrin shumica, nuk po them që krejt, punën e kafshëve si hajgare, do me thonë. Ka ndodhur raste para Raiffeisenbankës Ferizaj, kam hy me marrë një donacion për një qenë smut, e kam lënë karrocën ofër një kofshës beturina, vjo ofër po përballë. Ka personi lëmosh kërkuese, do me thonë, nuk e di tash a ka qenë shtetasi i Kosovës apo i Shqipërisë. Derisa i kum zjerën parët, aje ka marrë, ma ka derë dhushimin krejnë kofshën beturinave që e kum pregadit për qenë, edhe ka marrë karrocën edhe ka ecë. Edhe në momentin kanë qenë 2 polica aty përballë, ti kom thirr. Policia e Kosovës më ka thonë nuk konsiderohet hajni nëse e lën ti para kofshës beturinave koferin. Unë edhe pse nuk jam institucion policor, unë po mendoj se konsiderohet hajni. Njëjtë është sikur me vjedh këtu një telefon, sikur para kofshës mbeturina me vjedh kuferin e dikujt. Sikur një makinë me shtyp. Edhe me derdh ushqimin kofshë mbeturinav, edhe mu detyruan me marr shkollte me hy për mi kofshë mbeturinav, e me marr ushqimin, një që mos me po ndoj donator jemi, edhe me mendu se unë e kom hedh ushqimin aty. Kjo është njëjtë sikur një makinë me futë në garazh ose jashtë, nëse ta vjedh jashtë prapë. Po mirë, thash në rregull, kjo nuk qenë ka për juve hajni, thash faleminderit për asistimin edhe ditën e mirë, jam largu në ato momente, se e poshtë janë tollë. Do me thonë me një fjalë nuk ka për krohja e këtyne gjonave të shtyn me vjedh nesër edhe diçka ma të vlefshme. Unë mendoj që në këto raste policia e Kosovës duhet me marrë përgjegjësi edhe me marrë më seriozisht ankesat e qytetarëve, ku siç dihet kohëve të fundit aktivistët edhe qytetarët që të ndihmojnë në këtë kauzë, ndihmojnë vullnetarisht nga xhepi i tyre, ndihmojnë gjithashtu donatorë të shumë që kohën nuk e kanë me. Ndaj donatorëve unë jam shumë falënderuese që i kam pas deri sot. Edhe nuk është që nuk kam pas edhe akuza prej njerëzve, do me thonë mirë po ne kam thonë prej fillimit edhe thonë deri në barim, unë jam një person që ruj shumë fakte edhe argumente, që asë njëherë kërkon nuk e kum keq përdor, edhe ajo është diçka që umrun, do me thonë prej gjonave të këqijat njerëzve që i flasin, energjinë negative që e shprehin ndaj teje, nëse dikush ja ka ble qenit ose motës një salom, unë e ruj atë fakturë. Për këta jemi ndjeni se i nesër, mas nesër, mos me dojtë dikush me thonë që vlora na ka keq përdor neve, na ka marrë parët për vete, ose nuk ja ka dhonë ushqimin e qenve se kam pas edhe t'til, po nuk po du me fol për atë kauzë, se ka qenë shumë diçkaran për mua si individ, se unë e di që nuk e ka mashtru kur kërkonin, po nuk du me folë se po më vjen, tash po më vjen me qesh, du me thonë, se disi mua më shkon edhe koha të e fajsu vetën gjithmonë, se jam shumë personi sinqert, edhe mendoj gjithmonë që unë e kam faj, apo kupton? Sikur shumica e persona pa djallëzum që janë, po jo në gjitha rastet na kemi faj, apo kupton? Qashtë? Nëse sulmohet një aktivist për drejtat kofshë, ajo nuk nënkupton që dikush është aktivist për drejtat kofshë nëse sulmon një aktivist. Me fakte në dorë. Nejse ato piloj mona shkrejt, nuk jemi për me folë për atim, policia Kosovës janë neglizhente shumë ndaj torturës, ndaj qenë vendacak. Kjo është edhe për atë arsye na ka bën neve që mos me i thirr. Edhe pse ligji është aprovuar në vitin 2019 kundër vrasjes qenëve, kundër
torturës kafshë, o bosi një falloj nenin kushtetur të Kosovës, pa ato nuk e aprovojmë. Shembol, nëse e thirrën e policin, edhe i tham që ka sulmu dikush, pse më kon të ju shqyqen, ta i vjen duke u tall me mua. Ka dhe që e kanë marrë seriozisht, nuk muj me thonë. Po ka që dikush mu ma ka thirrë policien, edhe ka tentu mu polici më largu prej terenit tem, unë e kom gull, nuk jem largu. Për gëzaj? Unë nuk ja kam frikën, kur jam drejt. Unë ja kam frikën vetëm kur nuk jam drejt. Vlora. Pastaj në zonësat e shkollave. Shkolla fillore e mesme ullë të fikçangat i kanë, të fikçanga në Ferizaj që është, i kanë, nuk muj me thonë, po 65% huligan janë atë. Kur qend nuk mi kanë lënë rahat. Kam shku te drejtorit nuk i ka interesu. Kam kërku me fol me prind aty në fëmijëve, prindve nuk ka interesu. Kam kërku me mojt një ullë ligjerat për sjelljen e fëmijëve ndaj qenve ndacak, drejtorav nuk ju ka interesu. Me qenë se në për shkolla nuk ka as ligjerat fetare, as nuk ka ligjeratat ndryshme, du me thonë zonë sa të bojnë thika, bojnë normet ftafta, nuk ka as psikolog, nuk ka as kur gja, edhe atë ligjerat që kemi dosh na mi adhon për të mirë neve, na kanë neglizhu. Do me thonë shkollat e Ferizajit. E tash nëse një fmi qohë sillet huligan me një qenë, ma shkelmon mu qenin të i dhod me hangër. E thirë policin, polici thot fmija nuk mundet me pos kallëzim penal. Qaj fmi nesër mas nesër, mundet mu rritë e mu bo maj madhe kriminal. Historia kështu të njëtë. Ndërkombëtarisht du me thonë e ki vendin ku trajtohen fmija, du me thonë deri në moshën 18 vjeçare, trajtohen, du me thonë, për institucionem nëse e bojnë probleme, i marrin deri moshën 18 vjeçare, i mojnë me një falloj, nuk muj me thonë që i burg, po është qendër korrektuse. Po, shtëpi korrektuse. Ka herë ka qenë në Lypjan, po nuk e dia ekziston më. Se nuk jam interesu me pyet. Nëse fëmija një herë, 2-3 bën probleme tilla, du të me marrë me çunë qendër korrektuse. Sa i pastaj mundet me anis me vjedh, mundet me anis me rrej njerëz, mundet me anis me vron njerëz, sikur që ndodhi rasti adoleshentëve në Vushtri që na ka prek gjithë opinionin publik. Vlora, unë mendoj që është prej një kofshës, duke u mësuar me keq trajtu një kofsh, ti ke me vron nesër edhe një njerëz. Gjithsesi është e vërtet kjo që po flas. Kështu që unë i kisha lutë prind sa ma shumë edukat, fëmijëve mos sill ma mirë me kafsh, e jo me mësu fëmin. Unë e shoh me karrocë, fëmin të e shty fëmija typ, shif. Mësimi i prindit. Mësimi i prindit ka të vogël, pastaj ku të rritën qa bon ata. Unë të njëtën, unë jam rrit me qenë, kom pas qenë edhe para luftës, kom pas qenë edhe si e vogël, po kur nuk i kam gacmu qenë të rrugve. Do me thonë se kom pas edukatën familjare, mos mi ngacmu kafshët e ndacake që janë pas reja. Po tash kanë me na kritiku njerëzit, kanë me thonë ma shumë vlen një fëmijë se një qenë. E vërteto që vlen ma shumë një fëmijë se një qenë, po fëmija don edukat, prindrore që mos me abuzu me kafshë. Ka qarkullu në media, gjithashtu edhe RTK ka pas një pjesë, e ka nda një pjesë për një, si të themi, strehimore, apo për qend. E di që edhe ti ke qenë angazhume në këtë pjesë, edhe unë kam kënaqësinë që të kam sot në emision, që ti më na tregu detaje lidhur me këtë strehimore. Unë nuk kam qenë prej afërme, po duket se është dikon jashtë qytetit. Po jashtë qytetit, do me thonë Parku Liria, quhet ai vend, gjatë që tashti se është për fol që ka më ndërtu edhe një restorant aty afër, po ka pas edhe protest popullore që mos më ndërtu më aty. A është ende kjo strehimore? Është vend që nuk është shkatru prej ndërtimeve. Strehimori është aty, me ndihmën, me donacionin e zonjës Mariana nga Italia, do me thonë donatorës tem, private, ajo strehimore, du me thonë, është ndërtu me donacionet e saj, du me thonë, me paret saj. Dërsa për ndërtim, është kujdes Altan Ismailve me Mejid Zeqirin, me gjidin një talent shumë specifik për këto sene. Pastaj një pjesë vogël tjetër strehimores, e ka ndërtu një donatore tjetër, është prej Amerikës, du me thonë, janë dy, po para tjetër nuk kemi do shumë me bo publik, se pastaj mundet me dalë dikush që mundet edhe me shkatru. Dasha keqës. Publiciteti shumë të asaj strehimores, po foti që askush nuk e ka ngacmu se aty janë edhe kamerat,
Apo kupton se është nuk i pengon dikoj të besoj. besoj. Edhe qytetarët e kanë mirëprit shumë mira strejmore. Kemi pas synim me ndërtu strejmore. Halo, po masi që po ngulfatën. Vendet, du me thonë, me ndërtime. Me ndihmën e komunës, që komuna po ju jep toka njerëzve për me ndërtu restorante, e neve nuk po na me ndërtu strejmore, du me thonë na kemi konë detyru me zgjeruat aktivitet. Me ndërtu hala si shtëpiza. Po Vlora, po ne po mendoj që kjo është shumë nismë e mirë, përderisa qytetarët ankohen për qenë të pastri në rrugë që shumica prej tyre nuk ndijnë ndonjë empati, atëherë pse mos me jep një shtytje nga organet kompetente për një strehimore në fakt strehimore për mirëqenjen e tyne, jo strehimore se e kanë keq kuptu për mduket, se strehimore nuk është me marrë një qenë dhe me mbyll 1 metër me 1 metër të nditën 24 orë. E kemi komunën që e kanë ndërtu strehimore me 40 boksa, po. Si që të ke ma heret, po. Ajo ka qenë tregi kovshve një ko, du me thonë. Okay. Edhe nuk ka absolutisht as gjatë baja e me strehimore në qenëve. Edhe pse drejtori i drejtorisë për bujqësi është zotu që i ka ndërtu strejmore për 40 qenë. Drejten më ta thonë 40 qenë janë vëq në logjet tem. Po, ashtu për ndodh, po ka... Mirë po, si më thonë, si institucioni aktivistave që kemi më detyru, halo me kërku prej donatorve, du me thonë me ndërtu lojna aty në shtëpizave, si që keni po edhe jona për media, që i ka ndërtu ajo zonja, du me thonë, është interesume, ajo ka qene interesume edhe për investime strej, po ja që se komuna nuk ka dhënë tokë, ajo është vazhdimisht interesuat me ndërtu lojna aty në modelin aty në shtëpizave, që i ka ndërtuan, du me thonë, Altoni me Mexhidin, me zgjeruan atë rjetë, që me i strehu s'poku këta klysh që janë në për rrugë, apo kuptan? Që kjo më duket trajtimi më i mirë, është kastrimi, sterilizimi edhe një mirëqenie e tyre. Projekt për kastrim sterilizim ka pas para 2 vitev komuna, tash si që dine ka dha një kose, projektin që e përkro për kastrim edhe sterilizim, po duhet edhe ma shumë përkroje prej komunës, do me thonë nëse ne nuk kemi përkroje prej komunës, edhe investitorët e huj mu tërhek, shembull si rasti Anikosit ose rasti dikuj tjetër, nëse komuna shembull mu nuk unë përkro me një parcel tokës, për një strehimore, ajo zoja mundet mu tërhek. Është interesant se qysh e din rëndësinë ndërkombëtar, donator ndërkombëtar, cilët çdo herë janë mbështetës në këtë pjesë për mirëqenien, për trajtimin e kafshëve, për jo njëjtën nuk e gjejmë edhe në vendin tonë. Du me thonë, po nuk e di halo kërkush ku janë shku ato investime. Ky rast du me thonë me qenë ndacak është i ka hershëm, është prej pas luftës që do me thonë për para janë konë angazhu shoqatat e gjyhetarve, këto marrinat e këto budalakinat e këto krimët që i kanë bo, po fatmirësisht prej 2019-ës janë dalu vrasjet e qenve. Ajo është në kushtetut, du me thonë. Tash për me i vron nuk po guxojnë, se me guxu i hekin kërejt. Vlora, sa është dënimi i keq trajtimit ose të ajo më e keqe e vrasjes të një qeni, gjobiten me burg apo jo? Ashtu po flitet, po nuk e di sakt. Okay. Aty gjykata dhe policia i din ma mirë. Mirë po ne po i tregoj edhe njëherë opinionet publik, që une as njëherë nuk kam dollë para gjykatës me persona që më kanë kërcnu mu për shkak qenë vendacak. As njëherë nuk kam dollë, as një dosja jemja nuk është aprovu deri sot si aktiviste. Kjo lë për dëshiruar, sepse një kërcënim i drejt për drejt nga një person, ndaj një personi për bën krem. Krem është, normal që qoftë për kafsh, qoftë edhe për një letër, çado qoftë, nëse kërcënimi vjen për një personi, kjo duhet më marrë shumë seriozisht nga organet kompetente. Mirë, po, që është interesant më ta tregu një rast që e ka marrë policia serioz, vitin e kaluar, muin qershor, isha në barë, se unë i adhuroj shumë lullët, edhe e kam oborën si kapsh, du me thonë, i kam lullët, edhe isha duke i pastru lullët, një fmi, hajde, ojtë t'ja vlorë, po të thirë mami, thash, cila mame, edhe po dalë aty,
Tha, hajde, tha, kojshike, tha, se nisen me brina isha ti. Me brina? Po, o, kojshike, nuk po moj me kalu se nisen me brina, e kom thirë policinë, o, e sa qka. Unë e kom mendu se po talët dikosh. E qka isha ajo me brina? Dhi. Edhe po shkojën, po vjen patrolla direkt e one. A për dhe ardhen, a? Thash më falni, thash shkajni dal, thash nuk po kuptoj. Tha na ka thirr dikush ta se nisen me brina, thash ti vllau jem zotëri polici, thash je ka ja bën sukur ajo gruaja e babushit mas luftës, thash shkajni dal. Tha po na ka thirr thani zoj, thash se diçka me brina. Thash sot për sot njerëzit thash kam brina, po kupton e morra pak se me humor. Edhe po vje polici për shëllëjën aty. Okej. Nuk po guxoj me kalu, thash zoja bon më ta bën një pyetje prej cilit veni ti je, tha jam dikon me një fshat than Ferizorit. Thash a nuk keni dhi, thash jam fshata. Thash në hall prej qen venda sak, thash në hall prej dhijes. Thash kështu kur ta posh tash një bubrest edhe policin. Edhe atë shumë që u bona nervos, që unë e thirr policin nuk vishin kur më keqtratoj ke dikush qen, për dhije. Thash kjo është dhi. Për informacion. Po, thash për informacion, thash that's goat, edhe anglisht pja spjegoj. Thash nuk është tash alien tash prej qiellit. Thash nuk do të më bë thash kaç popull naiv thash nazi. Thash nxor prej qen venda cak, thash edhe për dhimi keni thirr policin. Me rëndësi që policia pas ka reaguar. Me rëndësi policia ka ardhur për dhi, edhe nuk ka ardhur kur i kom thirrën kur më ka kesh trajtu shembull dikush për qen, është shumë interesant. Vlora unë ty ta kam lakmin çdo herë. Unë të përcjellin rrjetet sociale edhe çdo herë ti përçon mesazhe shumë të mira, mesazhe pozitive, edhe keni çësje shumë pozitive. Kjo është për mu vlerësuar ditët e sotme, kur dihet që ndoshta jashtë temës pak se kam pas edhe TikTokun, shumë zgjerum domethënë. Po TikTokun e vjetër domethënë e kam mbyll kohë gjatë. Po tash e kam hap një tri, po duket se atëherë ku mundemi më gjetë? Ma shumë si për i natë domethënë do e dove, se kanë mendu se unë nuk jam më gjallë, pse e kam mbyll TikTokun, unë TikTokun e kam mbyll për çështje personale. Ai TikTok më nuk ekziston. Mundesh vetëm me pa kështu, ama ai TikTok më ka humbur për pas vodi finish më. Fonsat e me kanë meq aty për momentin s'po livrisin hiç. Unë e di që ti je shumë e shikume në TikTok. Kam qenë e shikume, po tash TikTokun ma shumë kam ja kushtu edhe mirëqenjes me kofsh, do me thonë kam e postu video, me inspiru njerëzit. Qysh po ju shej, unë do shta nesër del dikush tjetër, ju shen dikush tjetër, e tjera, e tjera. TikTokun si gjithmonë luanesha e kam që e kom pasën prej fillimit. E di se dhe para se me unë... Ajo është thjesht nickname, po ashtu kam bet, do me thonë, tash sun pja ndrojnë. Para se më njoftën e të kom përcjell në TikTok edhe ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, ke ndarë shumë mesazhe, shumë eksperienca të mira në TikTok, kështu që thuja se unë jam një ndër fanset e tua. Edhe ma herët, do më thonë, para se më njoft. Unë ma herët nuk kam qenë e kyqën grupe, se ma herët mirëshin buk prej furav. Ma herët kam qenë pak edhe aktive në strejmurën e zonjës Flora Kolshi, cila kur e ka pasë Ferizaj, kam qenë pak aktive, i kam dimu, e atëherë mirë shumë buk prej furav, do me thonë. E kemi pas furën ma tonë rrugës edhe mirë shumë buk prej furav. Edhe atëherë nuk ka pas, do me thonë, momentin që unë bëlla jo furë, do me thonë, u detyrum, normal me blek kokra, ta një ofrun edhe donatorët vetë, edhe ja fillun më mdimu që i falenderoj shumë, nuk më kanë lënë kur donatorët më vetë. Kjo është një gjë shumë e mirë. Po edhe i qëndroj besnik, edhe më qëndrojnë besnik me një fjallë. Kjo është një gjë shumë e mirë se ma herët nuk kanë ekzistu as kokrat kër ja kom fillu në shqyqen. Ka pas, po nuk e kemi ditë qka janë drejten më ta thonë. Me rëndësi... Me rëndësi me diçka ja kemi moj shpirtin. Ka qenë pandemia, pas ta i këto mbylljet, me dal me letër njoftim. Ko interesant ka qena, ja? Edhe kryesorja ja ofrojsha qenëve një farë shujt editore ose 2 herë dit me buk furës. Ate i për mundësi s'kemi pas. Si pas mundësive. E prej vitit 2021 falë në tutje, jam aktive edhe në për grupe, du me thonë. Grupin tëne, fillim që ka qena i grupi madhe, këto grupe tjera jam aktive. Se s'kam i qenë aktive për para. Po, varsisht, në fakt hasim edhe në persona cilë të
individualisht të ndihmojnë, edhe pse nuk janë aktiv në grupe ose me donacione. Kemi edhe persona tillë, që nuk janë, unë që i njoh nuk është aktiv në grup, po ndihmon. Për atë edhe dashta me cikë që hasim shumë shpesh, për që duhet me pas populli jon, duhet me pas sensibilizim edhe ma shumë empati ndaj kafshëve, se si që ceka, kjo botë nuk është vetëm e jona, kjo tokë nuk është vetëm e jona. Qenë ndacak ka pas tona kohrat, du me thonë Balkan, çështja me qenë ndacak gjithë një u konë e pasgjidhur, por para luftës, du me thonë vitet 97-98, si fëmijë atëherë, duke u bë adoleshente e luftës, du me thonë na jemi adoleshente e luftës, edhe jemi krenar, ma herët i eliminojshin, e kam pas ligjin e eliminimin ndaj tyre, do me thonë. Në fakt s'ka pas ligj sa e di në herë. Po mirë, po kanë qenë ashtot njerëzit në atë kohë. Nuk ka pas as ligj që i kanë ndalu, kështu që as që i kanë ndalu, as që i ka përkro, apo kupton, ti vriqin edhe qenë me pronar. Apo kupton. Edhe atëherë ka qenë diçka tjetër, tash o diçka tjetër, do me thonë tash nuk lejohet ajo kauzë. Edhe bashmirë që e kanë bo se environmentit toka është për krejt. Ka bubreca, ka... Po, se cili e ka rolin, se cili ka marimonga, ka qenë, ka moce, ka minj, ka... Kjo është tokë. Se cili e ka rolin e vetë. Toka që ka Zoti që e ka kriju për njerëz, për kafsh, për krejt. Po ti nuk mundesh me ja fut në kokë një popullit, sikur populli jonë këtë sen. Unë e tregova, ma kanë thirr policin për dhi. Është pak e vështirë, Vlora, edhe nuk mundesh ti me ja fut në kokë njerëzve që nuk është mirë me mytë shembol mocën, nuk është mirë me mytë qenin, as insektët, po dikush i ka fobi që unë nuk i kam. Do me thonë, nuk është mirë me lëndu as një kresë, dhem çdo kresë që ta lëndajsh. Vlora, po mendoj që, në fakton po pajtohem me ty, por edhe po mendoj që kohëve të fundit, populli jonë është përmirësu. Kam fillu pakës më vedisu më shumë se sa ma herët. Kam përkraje edhe prej qytetarëve të me dashur, do me thonë, çdo ditë kur dalë për qenë, vjen dikush më përkron, dikush më ndihmon financiarisht për ushqim, dikush ma përkroj iniciativën, mjafton që më jep kompliment për iniciativë. Pastaj vjet tjetri sulman, vjet tjetri flet lloj fjala aty, mendon se ka blet tokën e komunës, se ka qit për mi veti sheshin, sigurisht tash me thonë, jo jemi o sheshin, nuk është jemi. Sheshi është i krejtve. Lora isha në fakt javën e kalume në Ferizaj, edhe hasa në një qenë, kem jafti lëndum, me kështu të probleme me lëkur, unë i kisha disa medikamente në kerë, edhe ushqem, edhe u afrova, a i ke shumë i uritën, më dëkë se nuk kej ati territori, vetëm e kishin lëshu, ose ke qenë sharri, e kishin lëshu shkaku i moshës, qysh edhe po bojnë kove të fundit, kur një qenë e majnë, qenë i besnik e rinë të në kohën, për në fund po e lëshojnë në rrugë, po ja japin rrugën. Zakonisht, më falë që po ndërprej braktisjet ndodhen edhe ka ndodhë edhe të unë një qenë 14-15 vjeqare kam braktis, do me thonë e ka gjetë baba në gjendje të mjerushme, i shtrima, i baba ka mendu si nuk ka jetan mo, edhe ka prej ka i shkon gjallë, fillimisht baba i ka dhonë uj, atina, edhe ka këfjell me uj, tani ka shku në market, i ka blek kos, i ka dhonë kos edhe prej atëherë, na i thojna baciarush. Aty rrinë te one, i japi 3 herë në ditë ushqim, i japi uj, është këfilla, i disoj bukur është bo. Edhe ky qenë 60 ke i vjetër. Edhe ky e kam pas, se ma ke dërgu, po do të mundohemi me doktor Altani Smoljin me ja bo një zgjidhje. Nëse është qenë i ati teritorit. Se tash nuk pedim. Se zakonisht problemet me zgjeb do të mu trajtu, se kemi pas shumë raste me zgjeb. Ka raste me zgjeb që nuk munden mu trajtu me tableta ose Nexgard, kërkojnë trajtim prej veterinarit, kemi pas edhe si raste, po ky pak edhe ishe edhe i lodhën gjëna, ky ke edhe i uritën. Po kemi me mundu me ja bo zgjidhjen me doktor Altani Smoljin,
kemi më mundu, nëse o normal qeni ati teritorit. Ky në fakt që kam bla mbresa në këtë këtë ngjarje, unë u afrova me ushqy, edhe më qëlloj normal, si gjithmonë më qëlloj ushqim. Në aktivista në bojmë kudo ushqim, që sa s'ka marrë me veti, se s'kam pas qanë të modhe, se i kisha mush. Në makinë më qëlloj ushqim, edhe gjithashtu disa medikamente për trajtim të lëkurës, edhe u afrova, ja thash, po që ke interesant ken ofër, erdhni një zotri më shumë, edhe më komplimentoj për gjestin tim bujar. Ko njerës. Edhe tha, po edhe ajo që ka më shumë më brejti, kese tha, ushqeje, po ushqeje në mënyrë jo kështu të jo mu shfaq. Tha se si të shuajnë që po ushqen, tha, ka këto njerës që mundohen me bot kundërtën, me largu. Zakonisht aty janë venit cilët ka pos një pjesë dërmuse janë konë shpite sërbëve, se une e kuptova pronë, du me thonë, pas rënimit e aty në shpive janë ndërtu në banesa dhe ki njerës të ordhut prej tona treva të Kosovës. Më brejti kjo se... Për atë arsye ndoshta zotria edhe të ka paralajmëru se zotria ndoshta edhe ka po diçka të keqe, se dikush shef po nuk guxon me tregu. A unë shkat shofën e tregoj. Vlora, ajo ke shumë interesant se ai person, ai zotri, u mundu në një farforme më, po, si që ceke edhe ti, më paralajmëru, tha vetëm leja ushqimin, tha dhe më së të shohin për rreth, tha se munden, tha, mi shkaktu probleme qenit kur ti shkan. Edhe ai, për që di, i njëjti person, patë me vete, qysh i themina, të lana, të iftarit, që kanë bo iftar, edhe ja japi qenit me ushqimin tam, ja japi me honë. Mbetjet e iftarit edhe këtu të na, du me thonë, Ferizaj shkarin në qenë pjesë sheshit, ata gjatë të Ramazanit shejt nuk kanë qenë të rritur, du me thonë, i kanë pru qytetarët. Jam falenderu se shumë da i tyne. Mirë po ka do zona që as kokër ushqimin nuk mujnë me gjejtë, që ushqejon. Për shembull zona spitalit, është edhe një zonë tjetër ma poshtë, atje nuk gjejnë as një gjo. Do me thonë atje pa shkuon, ata janë të varën prej meje. Për ata i këshaftu krejt njerëzit e mirë, sot kanë mundësi, let në ndimojnë spoku për ushqim. Ose leti ushqejnë edhe vetë, let socializohen. Shembull mbetjet e ushqimit, mos të hedhen në për mbeturina. Çdo intervistë e kum bë, dhe në intervistën e kalume me kushtrimin, e kum bë këtë thirrje. Po e bëj edhe sot. Çdo individ që i mbet ushqimi, let i grumullon, let i qet qenve, se është ma mirë se sa me po ushqimin në për mbeturina. Vlora dhe kom... Mu socializu pak. Na nuk po kërkojmë asë një gjo prej tyre, vetëm socializim. Vlora e kom lexuar edhe në një vend që ushqimi nuk e di se sa është madhësia e ushqimit të cilin ne e hedhem, dhe i gjithë ky ushqim në fakt prej këtij ushqimi krijohen toksina, të cilat janë shumë të këqija për për njerëzimin. Atëherë pse jo atë ushqim cilin ne nuk e konsumojmë, edhe është i gatshëm për mbeturina, pse mos me lon para dyrve ose në një pjesë të mbeturinat poshtë, edhe qenë normal e hajnë, edhe kjo shkon si cikël. Në logjet tem, po flas për logjet tem, do me thonë krejt ata fëqinte me ko i shit i bin, ushqimet shka i mbesin pre iftarit, i mbledhin gjithë, me njenë edhe i bin ja lojnë qenëve aty para derës tem, edhe qenë të hojnë ushqimin edhe që, s'ka ma mirë. Po, kjo është një... Vetëm mu kanë rritë, mu kanë bo që ka qenë. I kam po. Vlora, për fund, a e ke ndonjë mesazh për... Pa, i kom dhonë mesazh, unë e kom pas me 100.000 intervista. Po për te onë je e para, për te tia me para e kam shumë një mesazh të kjartë për nonat e fëmijëve, nonat të dashura, ju kisha lutë edukoni fëmijën ndaj mirëqenies kafshëve. Edhe mos dilni mua anku, po ma haqeni fëmijën, edhe këty në mediave një vërejtje të vogël, dezinformata ju lutë në mosni. Se nasi aktivista për drejtat kafshëve, na e dim shumë mirë cilë qenë janë rrezikshëm cilë jo. Qenit sulman vetëm kur mbrohet. Ka raste që dhe sulman, ka raste ndoshta mund t'jeti u rritur, edhe diçka qeni traumatizum gjithmonë sulman. Po ato trauma dikun i merr ai qen apo jo? Sigurisht i merr prej njerëzve. Mund t'i merr edhe prej
tufës qenëve nëse ndron territorin, po ma shumë mundet me marrë edhe për njerëzve. Kjo është mesazh shumë i qartë. Vlora, Ma tepër nuk po di çka me ju ky thonë. mesazh shumë i qartë. Besoj që kam ju hyn kry njerëzve që mos shumë edhe pak le t'i neglizhojnë disa media, se nuk japin edhe informata të sakta. Se dikush jeton veç për klikime. Mu më kanë thonë shumica njerëzve. Ti në TikTok e jetu vetëm për klikime. Unë i kam thonë jo. Unë e kam jetu edhe jetoj vetëm për printeme, jo për klikime. Klikimet jo po i bani vetë. Patjetër. Vlora, Edhe nuk po di çka me thonë ma tepër. Faleminderit ty që më ke ftu në emision, ju uroj suksesin të ardhmen. faleminderit Vlora që ishe pjesë e emisionit podcast. Edhe shpresoj që do t'jemi sërish në ndonjë nga epizodat e radhës. Shpresojmë, faleminderit shumë. Mirupafshim. Respekt, mirupafshim. Faleminderit për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e Radio Kosovës.